الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ثم ما بعد falenderojmë Allahun te bareke ve teala, atë falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç e falenderoi ai veten e tij në fillimin e librit kur tha: Elhamdulillahi rabbil alamin. Të gjitha falënderimi dhe lavdatat i takojnë Zotit të botrave. La ilaha illallah, ki Zoti i madh, e falenderojmë veten e tij. E falenderojmë Allahun xhalla wa ala, ashtu si që falenderoj ai veten e tij ditën kur e krijoi qiellin edhe tokën dhe tha: Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Falënderimet i takojnë atij i cili krijoi qiellin edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për atë që na e ka mundsuar ta falenderojmë deri në pafundësi te bareke wa taala. E falenderojmë Allahun për mirësinë e Islamit. E falenderojmë Allahun për mirësinë e imanit. E falenderojmë Allahun te bareke ve teala për mirësinë e Kur'anit. E falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësinë e qëndrueshmërisë në fe. E lutim Allahun te bareke ve teala që të na bën të tillë derisa ta takojmë atë dhe ai të jetë razi i kënaqur me ne xhalla xhelalu te qaddeset esma'u. O ju vëllezërit e mi, pa hi ende në temë, gjëja kryesore për të mbeti qëndrueshëm në fenë e Allahut është të qenurit falënderues ndaj këtij Zotit të madh te bareke ve teala. E kam pyetur hoxhën ton, Sheikh Ibn Bazi rahmetullahi alayhi, o imam, na trego për shkaqet e devijimit të njerëzve nga feja e Allahut, tha më e madhja se nuk ka qenë falënderues. Andaj bëhuni falënderues, o ummeti Muhamedit, që Allahu te bareke ve teala ne i ka zgjidh nijet e gjuhëve të themi la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Falënderimet të takojnë ty o Allah në fillim, falënderimet të takojnë ty o Allah në mbarim. Dhe vallahi nuk kemi tubu në këto mezhlise për diçka më të madhe se sa ti themi Allahut elhamdulillah. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Walhamdulillahi tamla'ul mizan", dhe fjala elhamdulillah e përmbush mizanin dhe peshojën e Allahut azza wa jall. Dhe pa shamadhërinë e Allahut nuk ka fjalë më të rëndë në peshojën e Allahut te bareke ve teala ditën e mahsherit. Pas shahadetit la ilaha illallah se fjala elhamdulillah. Elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mbarim. Allahu është pronari i hamdi dhe i falënderimeve në qiellin e tokë. La ilaha illallah. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për zotriun ton, për mikun ton, dashamirin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lagni gjuhët e juja vllazën me salat dhe selam për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për imamin e të devotshmive, imamin e qëndrueshmërisë, salavatu rabbi wa salamu alaihi, deri në moment që nga momenti kur i zbriti ajeti Allahu xhallahu ala qum el-lejle illa qalila, çohu në një pjesë të natës për hatër të Allahut, u çu pejgamberi Allahu dhe nuk u ulma për 23 vite. Sa që e kuptoi këtë realitet të madh të urdhërit të Allahut te bareke ve teala dhe ju drejtoi dashamirës gruas së tij, atë që e deshni shumë Hatixhes, dhahaba ahdu an-nawmi ya Hatixhe, iku koja e gjumit oj nëna e besimtarëve radhiyallahu ta'ala anha. E në një ditë për ditëve, Ibn Mesudi radhiyallahu anhu i tha: "O hal tanamu ya Rasulullah?" A zën gjumi do janë natën o pejgamberi Allah. O aflenti ndonjëherë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innamat aynaya fala yanamu qalbi", në qoftë se flen syt e mi nuk flen zemra ime. Pra që ditën kur Allahu i dha qum fa anzir, çoju dhe tërheqja vërejtje njerëzimit, nuk fleti ma zemra Rasulullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi. O ju vllazërit e mi, tema për të cilën do të flas me lejen e Allahu xhallahu ala, do të flasim, do ta diskutojmë thjesht në formë të përkujtimit, jo që ju nuk i dini këto fjalime dhe këto mësime. Ka hoxhallar vallahi që më mirë din të elaborojnë këto mesele. Pa shamadhërinë e Allahut, çdo herë kur dal para miletit, frikën më e madhe që e kam për Zotin të Madh xhallahu ala, a do t'i them fjalët ashtu siç duhet, se kam frikë ndonjëherë ju vëllezër se fjalimet e hoxhallarëve bëhen shkak për keqkuptimin e xhamatit dhe ndoshta do të jemi përgjegjës para Allahut azza wa jall. Pra është roli i diturisë fetare në përqendrueshmërinë në fenë e Zotit xhallahu ala. Pra bëhet fjalë për dituri,
dhe rolin e kësaj diturie në qëndrueshmërinë në fenë e Zotit të Madh te bareke u teala. Fillimisht dijeni o ju robër të Allahut një rregull të madh sheriatik që kisha pas dash të vulose dhe të ngulitet në mendje dhe në zemrat e juaja, se dituria është mjeti, kurse qëndrueshmëria është qëllimi. Allahu Ekber. Pra nuk është qëllim në vete dituria. Në qoftë se një dije nuk e çon njeriu deri tek frika ndaj Zotit, deri tek respekti krijuesit të Madh te bareke u teala. Në qoftë se dija nuk bëhet shkak për qëndrueshmërinë e njeriu në fenë Allahu xhallahu ala, wallahi ajo dituri është argument kundër atij në ditën e Kiametit. A nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu hujjatun lek aw alejk? Kur'ani ose do të jetë argument për ty, ose do të jetë argument kundër teje në ditën kur do dalim para Allah. Pra gjë do thotë ajo vëllezërit e mi se dituria ndonjëherë mund të bëhet edhe kundër argument për njeriu. Pra çdo herë flasim për atë dituri të begatë, të bereqetshme, të sinqertë për Allahun subhanahu wa taala, e cila është shkak që njeriu, e cila është shkak deri tek përqendrueshmëria në fenë e Zotit të Madh te bareke u teala, dhe ajo është qëllimi dhe ajo është që kërkohet. Andaj Allahu te bareke u teala në librin e tij të madhërisëm thot: Innal ladina qalu rabbuna Allah, ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu, pra ata të cilët arritën deri tek dituria dhe njohuria e Zotit xhallahu ala, por a mjafton ajo? Allahu e vendos edhe një shart, edhe një kusht shumë të rëndësishëm për të shpërblyer për atë dituri, tha thumma istaqamu, pasi ata mbetën të qëndrueshëm. Pra o ju vëllezërit e mi, dituria është ajo e cila e ushqen dhe është pak prej faktorëve më kryesor në ushqimin e përqendrueshmërisë dhe qëndresës dhe të mos lëkundjes të njeriu në fenë Allahu subhanahu wa taala, derisa të zbresin me laqet e Rahmanit xhelle xhelalu në momentet e fundit të jetës për t'i thënë alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, mos u frigoni dhe as mos u brengosni, përgëzojuni me xhenetet e Allahut te bareke u teala. Andaj ju vëllezërit e mi, ja ku ishte imami i dietarëve dhe ulemave në umetin islam pas sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum, ai ishte Imam Ahmedi radhiyallahu ta'ala anhu, imami i ehli sunetit. Kur një ditë prej ditëve, pra ai kishte arrit dije të madhe, mirë po në një ditë prej ditëve dikush i tha: "Me të rahate ja imam, kur do të rehatohemi o imam? Kur do të përfundon kjo luftë e vazhdueshme mes nesh dhe shejtanit, mes nesh dhe nefsit?" Tha la rahate dune liqa illah, tha nuk ka rehati derisa ta takojmë Allahun subhanahu wa taala. Pra vazhdon që njeriu të mbetet, ta kultivon veten e tij në qëndresën në fenë e Allahut te bareke wa taala, derisa ta takon Zotin e Madh xhelle xhelalu. Në anën tjetër o ju vëllezërit e mi, pra dija nuk është faktori vetëm, në qoftë se ajo nuk është e sinqertë për Allahun subhanahu wa taala. Dija vëllezërit e mi ndoshta ndonjëherë bëhet shkak edhe për shkatrimin dhe devimin e njeriut. Allahu te bareke u teala po na tregon ngjarjen e një njeriu i cili ka qenë tek Beni Izraelitët dhe ka qenë pe ulemave dhe dietarëve të tyre, Belami, të cilit Allahu te bareke u teala i kishte pas dhënë dije. Mirë po atë dituri o ju vëllezërit e mi nuk e shërbeu në qëndrueshmërinë dhe qëndresën në fenë e Allahut subhanahu wa taala, u bë shkatrim dhe humbje për atë në dunja dhe në nëshmim në ahiret. Allahu na ruaj. Thot Allahu te bareke u teala: "Watlu alejhim naba alladhi ataynahu ayatina." Tregoju atyre, pra Allahu xhallahu ala po i drejtohet pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe wallahi billahi kush ka zemër, të cilën zemër e përmendi Uthmani ibn Affani radhiyallahu anhu, në qoftë se zemrat tona do të pastrohen, kur nuk do të ngopen me fjalën e Allahu xhallahu ala, kush e ka një zemër të këtij. Dëgjoni se çka thot Allahu. Dhe lexovani atyre ngjarjen e atij njeriu, të cilit ne i patëm dhënë dituri. Fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin. Mirë po ai u zhvesh nga kjo dituri dhe ishte pe të humburve. Walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard. Po të kishim dashur ne, shihni vllazën, Allahu xhallahu ala se si e përshkruan këngjarë, Allah i na ruaj. E vllazit e mi, Zoti ju ruaj dhe ju mëshiroft. Në qoftë se kjo vlen për një dietar, për dietarëve ben Izraelit, po ne
Për ne o ju vëllezërit e mi, dhe këtë ngjarje po e tregon Allahu, po dëshmon Allahu prej shtaqieve, atejnahu ayatin. Ne kishim pazon atë dije. O vëllazën, ai ishte dietar. Edhe ato me dëshmi nga ana e Zotit të Madh te bareke ve teala. Mirëpo siç thash, në momentin që diturinë e tij nuk e shfryzoi për përqendrim në fenë e Allahut, për të arritur tek takvallah, ku dhe devotshmëria, fansalakha minha, por ai u zhvesh për asaj diturie. Pra diturie e cilë nuk e kishte godit zemrën e tij, thot Allahu walau shi'na la rafa'nahu biha. Po të kishim dashur ne, do ta kishim bërë atë dituri që ai me të ngritet, por ai I dha përparësi jetës së dunjas, fa akhlada ila al-ardi wattaba'a ash-shaytan, dhe ai e ndoqi shejtanin, Allahu na ruaj. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala po na tregon ju vëllezërit e mi, se dituria e cila siç thamë është mjeti, kurse qëndrueshmëria në fenë e Allahut është qëllimi, ky mjet në qofse nuk përmirësohet, mund të jetë edhe shkak për devijim, Allahu na ruaj. Ja ku na tregon Allahu te bareke ve teala për një popull prej popujve të cilët kanë kaluar para nesh. Ata ju vëllezër ishin idhtar të librit. Zoti xhallahu ala va fali atyre Teuratin. Mirë po në momenti që u zhveshën nga dija dhe besimi në Allahun subhanahu wa taala, mbajtja e librit nuk ju bëri dobi atyre. Allahu te bareke ve teala thot, atyre të cilëve va dham librin, humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar, Allahu na ruaj. Atyre të cilëve ne va dham librin, pra idhtarëve të librit jehudëve, dhe I obliguam ata me librin e Allahu xhallahu ala. Mirë po ata nuk e mbajtën ato siç duhet, pra nuk qëndruan në këtë dituri të cilën e morën nga Allahu xhallahu ala. Shembulli I tyre është si shembulli I gomarit, Allahu na ruaj. Në rastin e Belamit, Allahu xhallahu ala përngjasoi ata me qenin, Allahu na ruaj. Në rastin e jehudëve, Allahu xhallahu ala I përngjasoi ata me gomarin, Allahu na ruaj. Për këtë arsye, Allahu xhallahu ala na tregon në Kur'an se ndodhë ndonjë njeriu të devijon nga rruga e Allahut pasi që t'i vije e vërteta. Thot Allahu te bareke ve teala fa adallahu Allahu ala ilm. Allahu e devijoi ata, apo I devijoi ata pasi që vakshtetën diturinë, Allah I na ruaj. Për këtë arsye ju vëllezërit e mi, dija është diçka me dy tefe. Në qoftë se ajo shfrytëzohet për të arritur tek Allahu te bareke ve teala dhe njohja e madhërisë dhe madhështisë së Tij, vallahi nuk ka ibadet pas farzeve, ibadet më madhështor se sa kërkimi I dijes. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kush e merr rrugë për të kërkuar dituri, siç është kjo e sonshmja, Allahu te bareke ve teala ati njeriu do t'ja lehtëson rrugët e xhenetit. Po ne çka duam më shumë në këtë dunja, jo vëllazërit e mi, që Allahu te bareke ve teala të na I lehtëson rrugët e xhenetit Allah. Por në anën tjetër, nëse kjo dituri pra nuk na shërben për përqendrimin e fenë e Allahut, për përmirësimin e raportit ton me Allahun xhallahu ala, wallahi billahi edhe do të jetë argument kundër nesh. Për këtë arsye pra po themi që roli I diturisë, ju vëllezërit e mi, është që të shërben si mjet në qëndrueshmërinë në fenë e Allahut te bareke ve teala, e që thash se qëndrueshmëria në fenë e Zotit xhallahu ala është qëllimi kryesor. Atëherë ju vëllezër, Allah ju ruaj dhe ju mëshiroft, po ripërtij edhe një herë titullin e ligjëratës që të jemi vazhdimisht në kujdes në atë çka flitet. Roli I dijes në qëndrueshmërinë e fenë e Allahut te bareke ve teala. Kanë edhe argumente të shumta vëllazërit e mi, nga libri I Allahut dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për vlerën e madhe të dijes. Allahu te bareke ve teala thot, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Me të vërtet Allahu I ka ngrit në grada dhe në shkalla të larta atyre që I ka dhënë imanin, por në grada më të mëdha edhe atyre që va ka dhënë dijen. Andaj pasha madhërinë e Allahut, o ju vëllazë. Wallahi billahi, ky mezhlis I sonshëm që kemi ardhur për të mësuar diçka për fenë e Allahut xhallahu ala, wallahi është një prej ibadete më madhore që ne afrohemi tek Zoti xhallahu ala. Muadh ibn Jabelit radiallahu ta'ala anhu kur I erdhi vdekja, filloi të qan radiallahu anhu, dhe dikush prej të pranishmeve, familjarëve, gruas apo fëmijëve I than: O Muadh, pse duke qaj? Tha, wallahi nuk po qaj se e la pas vetes dunja, mirë po qaj vetëm për 3 gjëra. E para e tyre, për mexhliset, kur do të tubohen besimtarët në xhamiet e Allahut, ta kujtojnë Allahun dhe nuk do të jenë prezent mesin e tyre. Pasha Allahun e madh, kjo është ajo për të cilën kanë qajt burrat para nesh, o vëllazën.
për këto mezhlise ku zbresi me latjet e Rahmanit te bareke ve teala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë dhe nuk ulet një grup njerëzish në një xhami pe xhamive të Allahut, vetëm se be ata zbet qetësia. Ata i rrethekojnë me laqet dhe ky grup njerëzish është i përmendur tek Allahu te bareke ve teala. Po kush jam unë ju vëllazë? Dhe kush jeni ju pashit madhërinë e Zotit xhellahu ala, që na pas ka përzgjedh Allahu pas një farzi pe farzeve të Allahut, që ne të ulemi në këtë xhamia të Rahmanit te bareke ve teala, të mësojmë diçka për fesë të Zotit xhellahu ala. Tregohet për një prej nxënësve të Imam Ebu Hanifes rahmetullahi alejhi, Ebu Jusufi, i cili edhe në momentet e fundit të jetës polemizonte me nxënësit e tij për një çështje për çështje të haxhit. Pra gjuajtjen e gurëve në xhemerate në haxh, a duhet para namazit të drekës apo pas namazit të drekës. Edhe pse Ebu Jusufi rahmetullahi alejhi ishte në agoninë e vdekjes, dikush prej të pranishmëve i tha: "O Imam, wa anta ala hadhihi al-hal", duke qenë ti në këtë gjendje, je duke polemizuar për një çështje fetare? Tha: "Wallahi, që ta takoj Allahun xhelle xhelalu me një dije, është më e dashur se ta takoj Allahun pa e ditë atë mesele." Dhe vdiq në atë gjendje rahmetullahi alejhi. Kurse tregohet për Imam Ar-Razi rahmetullahi alejhi, imam dhe dietar të cilët jetuan me Allahun, o vllazën, jetuan me Allahun xhelle wala. O ju robër të Allahut, pasha madhërinë e Allah, kjo është pazari i ahiretit. Këtu është tregu i ahiretit. Këtu Allahu xhelle sha'nu e ka vendos mallin e tij. Ala inna sil'at Allahi al-jannah, ala inna sil'at Allahi al-ghali. Dijeni se malli i Allahut është i shtrenjtë. E malli që ka vendos Allahu në tregun e tij është xheneti i Rahmanit te bareke ve. O vallahu im, në qoftë se të pyeste dikush, ku jetu shkosante? Tha në xhami. Po pse? Thujbe për ta kërkuar xhenetin e Allahut azza wa jall. Në qoftë se nuk më mbetet diçka prej këtij mezhlisi, po sevapeve dhe shpërblimeve, samale dhe kodra dhe kodrina tek Allahu te bareke ve. Wallahi është sevap i madh. Wallahi është domethënë një diçka që njeriu i mençur edhe garon edhe vrapon pas asaj. Pra, kur erdhi momenti i vdekjes Imam Ar-Razi rahmetullahi alayhi, Ebu Zura Ar-Razi faktikisht radiyallahu ta'ala anhu wardah, dikush për nxënësve të tij ju vllazën i vinte turpe dhe mbare se si t'ja kujton imamit shahadeti la ilaha illallah, që inshallah të vdes në këtë gjendje. Mirë po dikush për nxënësve e filloi që ta reciton zinxhirin e transmetuesve të hadithit. Pra transmeton filani nga filani dhe Imam Ebu Zura rahmetullahi alayhi vetëm e dëgjonte zinxhirin. Shihni vllazë, bereqeti i dijes fetare, vallahi, ishte vetëm se duke dëgju hadithi. Derisa mrini tek sahabiu radhiyallahu ta'ala anhu, e vazhdoi vet imami dhe tha, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana akhiru kalamihi min ad-dunya shahadatu an la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kush e ka fjalën e fundit në këtë dunja, shahadetin la ilaha illallah, do të hyjë në xhenet. Allahu akbar, dhe vdiq në atë gjendje dhe tha shahadeti la ilaha illallah. Shihni pra roli diturisë o vllazit e mi në qëndrueshmërinë e robit deri në momentet e fundit. Tregohet ju vllazë gjithashtu nga djali Imam Ahmedit Abdullahu, i cili thot në momentet e agonisë të vdekjes ja kujtoja babës tim shahadetin. Dëgjoni vllazë se është vallahi madhështore. O Zot, elhamdulillah për këtë dinë dhe për këtë islam, elhamdulillah për këtë dije, për këto hoxhallar, për këto mësues të fesë. Thot derisa isha duke i thënë o babushim, thuaj shahadetin la ilaha illallah. Mirë po Imam Ahmedi ishte në agoninë e vdekjes edhe tha la ba'du, jo ende. Thot djali Imam Ahmedi, vallahi u tremba. Imami, do të thënë, një mal me dituri që gjithë jetën e shkriu për Allahun azza wa jall, vjen një moment thot jo ende, vallahi u tremba. Derisa u kthjell për një moment Imam Ahmedi radhiyallahu ta'ala anhu dhe djali i tij tha: "O babushim, ta përkujtova shahadeti la ilaha illallah, po ti më tha jo ende." Tha: "O birim, shifni dituria vllaza. Tha: "O birim, më erdhin ato momente iblisi dhe më tha, më dole prej dorë o imam. Shpëtove o imam." Pra deshte iblisi ju vëllezërit e mi që Imam Ahmedi ti thot po vallahi shpëtova. Që do thot ta kaplon një lloj vetpëlqimi, një lloj mburje me veten e tij se unë shpëtova. Po shihni ju vëllezërit e mi se si dituria të shpëton në momentet më kritike të jetës. Dhe tha jo ende. Jo. Se kjo është një prej kurthave të shejtanit dhe iblisit që të mendon dikushi se është dikushi, por në realitet nuk është askushi. Andaj ju vllazërit e mi do të shihni hoxhallarët dhe dietarët, një njerëz që më së shumti rrujnë gjuhën e tyre nga gjykimi i njerëzve, filani bidatçi, filani kështu, filani ashtu. Wallahi kjo është menduria më e madhe atyre që i ka kaplu vetpëlqimin në zemanin ton.
Dhe në qoftë se aludon për diçka, ledon për zhveshjen e tyre nga dija fetare. Që baballarët dhe gjyshërit tonë, Allahu i pas mëshiru, vallahi i kanë pas dije më shumë se ne. Ndoshta s'kan pas informata më shumë se ne. Por informata të cilët nuk shërbejnë për qëndrimin në fenë e Zotit subhanahu wa taala, siç thashë vëllazë, janë informata shkatruese, janë informata të cilët janë degeneruese dhe e shkatrojnë dhe e dëmtojnë edhe muslimanën në përsafe dhe ngjashme si ajo. Pra ju vëllezërit e mi, dija është e bereqetshme. Wallahi bila Allahu jalla wa ala, a nuk mjafton ju vëllezër se Allahu me atë me të cilën i ka dallu pejgamberët e Allahut është dituria. Dhe trashëgimia të cilën e lan pas vete pejgamberët e Zotit është dituria, vallahi mjafton kjo krenari dhe nder. Thot Ibn Qayyim el-Jauzi radhiyallahu anhu, po të mos kishte qenë, domethënë po mos jetë në dituri, vetëm se aty është krenaria e dunjas dhe ahiretit, mjafton njeriu i mençur të jep rëndësi këtyre mejliseve, këtyre halakateve ku mësohet feja Allahu te bareke ve teala. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra para asaj, pejgamberi ynë Muhamedi, miku i dashamiri sallallahu alaihi wasallam thonte: "Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathu al-ilm, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Me të vërtet pejgamberët e Allahut nuk kanë lanë trashëgimi mall, dinari dhe dirhemin, por ata e kanë lanë në trashëgimi diturin, Kurani dhe Sunetit, ande kush e merr atë, me të vërtet ka marrë hisën më të madhe, la ilaha illallah. Prandaj o habibat e mi, o dashamirët, o vllazërit e mi, Zoti ju rujë dhe mëshirov, vallahi në këtë moment jeni duke marrë trashëgimin pejgamberike. Tregohet se Abu Huraira doli një ditë në treg dhe ju tha njerëzve: "O ju njerëz, po shkoni më se te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po shpërndahet pasuri dhe mall." Normal tregtarët e kanë qenë pasurinë. Realisht çdo njeri prej nesh e don pasurinë. Allahu ka dëshmuar se ne e duam atë me një dashuri marramendse. Por në veçanërisht tregtarët që vazhdimisht e vllazën 5, 10, 100, 1000 kështu me radhë, ato më të shpejt shkojnë te xhamia e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe shohin se s'po shpërndahet mall. Mirë, dikush lexon Kur'an, dikush falet, një halkë për njerëzit mësojnë për fenë e Zotit dhe kthehen dhe thonë: "O Abu Huraira, po ne nuk gjetëm mallin që na premtove se po shpërndahesh në xhami. Po tha çka gjetët në të?" Tha dikush lexonte Kur'an, pa ju është malli i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E dikush tjetër mbante një ligjërat, pa ju është malli i pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. E dikush falte namaz, pa ju është malli që e ka lënë pas vetes pejgamberi i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin tjetër, Habibin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thonte: "Men yuridillahu bihi khairan yufattihu fi din." Kujt Allahu te bareke ve taala pra ja don khairin, ja jep kuptimin e fesë. La ilaha illallah. Kujt Allahu jalla jalalu ja don khairin, ja jep kuptimin e fesë. Dhe kuptimi i fesë është ndjekja e ulemave dhe dietarëve dhe hoxhallarëve. Andaj në këtë kontekst përsëri vëllau po e rikthea që e thash se baballarët ton, gjyshërit ton kanë pas kuptim të fesë më shumë se sa ne. Sa ta fjalën e hoxhës e kanë pas medheb, fjalën e hoxhës e kanë pas sheriat dhe ka përfunduar e gjitha. Andaj kuptimi i hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kujt Allahu ja don të mirë jep kuptimin e fesë, çka do thotë? Pra ja bën atij që ti ndjekën hoxhallarët dhe dietarët. Nga se njëri do të thotë: "Oj vëllazë në hoxh, po s'ka mundësi të mësoj për fenë, se gjithë ditën në punë me obligimeve." Jo, mjafton që për halallin dhe harami të bësh telefon hoxhallarëve, të pyesësh dietarët, mjafton ajo. Kjo është kuptimi më i madh që ta ka fal Allahu subhanahu wa taala. Realisht vëllazë, kjo nuk është esenca e bisedës. Ne ishim duke folur domethënë roli i dijes në përqendrueshmërinë e fenë e Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ju vëllezërit e mi qëllimi final i mjetit i cili dëshiron të na merr për dorë dhe të na çon deri tek qëndrueshmëria në fenë e Allahu subhanahu wa taala, dhe realisht tek Zoti i Madh xhelalu ala do të shpëtojnë vetëm ata që do të mbeten të qëndrueshëm dhe nuk do të lëkundej deri në momentet e fundit të jetës. Andaj në ajetin që u lexuam më herët, Allahu te bareke ve taala pra e ka bë kusht që të na përgëzojnë me laqet e Zotit xhelalu ala në momentin e fundit të jetës, është që ne të mbetemi të qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kurse në hadithin e Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, më tregon një fjalë në Islam të cilën do ta mësoj, apo allimni kelimet la asalu anha ghayrak, më mëson një fjalë pas së cilës ma nuk do ta pyes askënd. Pra më mjafton ta marr prej teu pejgamberi i Allahut." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Qul amantu billahi thumma istaqim." Thuaj besova Allahun, por pastaj qëndro në të. Vallahu im,
vetëm disa ditë na kanë betë. Pasha Allahu mes meje dhe ty. Dhe mes momentit të vdekjes janë vetëm disa çaste. Allahu e dije kur të vinë ato. Qëndro vëllahu im, mos u dorëzo. Në qoftë se të vjen shejtani për të thirrur në rrugën e devimit, thuj jo, se atje në xhenetet e Allahut na presin hyrit e bukura. Në qoftë se po të thret shejtani dhe iblisi për në rrugën e kreditit dhe kamatës, thuj jo, se atje të presin shtëpijet dhe pallatet e bukura. O vëllahu im, pasha madhërinë e Allahut s'ka ditë renet, që e pash dikën për të afërve të mi, që e jetoj jetën me islam. U sprovu që para 30 vite, kur isha fëmijë, më thonte ajo, Allah e pas më shiru grua, thonte, o birë, e lusë Allahut ma e sabrin e Junuzi, më falni te Jubit a.s. Bëni sabër për 30 vite, brenda se kohë i vdiq buri, i vdiq edhe vajza. Kishte sprova me djemë të saj, njëri pe djemëve edhe iku në për gurbete. Të gjitha sprova dhe të lashet i kaloj, vallahi billahi shpirti ja dha Allahu para 3-4 netëve duke e lexu para asaj ajetin e Allahut tatanazzalu alehimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil janna. Kur e lexova këtë pjesë, wa abshiru bil janna, përgëzojeni me xhenet vetëm se e uli kokën. Domethënë ju zbeh edhe gjithë fytyra e saj dhe me shahadetin la ilaha illallah i shkoi Allahut azza wa jall. Wallahi s'kenë madhështore, pasha madhërinë e Zotit o ju vllazë. Aty thash vallahi jem veç disa çaste. Usbir, bon sabër vallahi. O sabir dhe ma kultivoj në veten tënde sabri. Allahu subhane e përfundoi një prej dy sureve më madhore të librit të tij duke thënë ja ayyuhalladhina amanu usbiru. O, ju që keni besu, puni besabë, se pak duhet, vallahi pak. E gjithë dunjaja, sa do të zjatën, ajo është e shkurtër, sa do që të jetë e madhe, ajo shumë e vogël, edhe Gjibrili dhe i tha, o Muhammed, jeto sa të duash për një ditë do të vdesish, duaje këtë duash për një ditë do të ndahesh prej tyre. Andaj, pra esenca gjithçka e po qenë ka ju vllazit e mi, e thebatu ala din, qëndrueshmëria në fenë e Zotit subhane wa taala. Mirësia më e madhe Allahu te bareke o taala është kjo. Andaj dhe këtë realitet, ndoshta e zjata pak më vonë Allah. Andaj o habibat e mi, o Zoti ju ruaj dhe ju mëshiroft ya rabbel alamin. Këtë realitet të madh e dinte pejgamberin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për të cilit Allahu xhallahu wala ati tha, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Në qoftë se ne nuk të përforcojmë ty o Muhammed, Allahu akbar. O vëllazën, Allahu po i thot Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, imamit të pejgamberëve dhe të devotshmive, "Walaula an thabbatnaka", në qoftë se ne nuk të përforcojmë ty. Pra sikur na thot Allah, o qëndresa në fenë e Allahut është dhurata më e madhe. O është dora e Zotit subhanahu, është dora hinore. Nuk është dituria, dituria është një rol, nuk është xhamia, xhamia është një rol. Mirë po e gjitha është dora hinore të madhit Allah që na mban në fe. Andaj Ibn Taymija radhiyallahu ta'ala anhu thonte, "A'zamul karama luzumul istiqame." Mirësi, kerameti më i madh. E din ata sufistët që kanë keramete mrekulli. O mrekullia më e madhe nuk është të ecish në mes të detit. E as të fluturosh në mes të qiellit. Mrekullia më e madhe është qëndrueshmëria në fenë e Allahut. Në fjalën tjetër thonte radhiyallahu anhu, mos pyet për ata që kanë deviju si kanë deviju, por pyet për ata që kanë qëndruar si kanë qëndruar. Allahu akbar. O ju vëllezër e mi, devimi është i lehtë, qëndrueshmëria është e rëndë. Andaj tha mos pyet për ata që kanë deviju. Si deviju me filani? Po filani më ishte pe hoxhallarëve, po kishte magjistraturë dhe doktoraturë, mos pyet. O vëlla, devimi është i lehtë. Por pyet për ata që kanë qëndruar, si kanë qëndruar, pashallah këto pas ka qenë burra, pasha madhërinë e Allahut te bareke o taala. Andaj Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kur tregon për këtë mirësi të madhe dhe për këtë dhuratë të madhe që është qëndrueshmëria në fenë e të madhit Zot xhallahu ala thotë yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Yuthabbitu Allahu i përforcon, pa Allahu. E gjitha është në dorën e Allahut. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya fil akhirah wa yudhillu Allahu man yasha. Me të vërtet Allahu është ai i cili i përforcon, jep qëndrueshmëri kujt dëshiron në fenë e tij. Disa për ulemave kanë thënë që lloji për qëndrueshmërisë në këtë jetë është edhe në varr. Nga se shihni ju vllazit e mi, në atë mas, pra në atë shkallë dhe deregje, që do të qëndrojmë dhe nuk do të lëkundemi nga feja e Zotit xhallahu ala në këtë dunja, po aq do të jemi të qëndrueshëm në urën e siratit që ndër këmbët tona do të jetë zjarri i xhenemit.
aq sa do të jemi të shpejt në rrugën e Allahut subhanahu pra në shpejt e kam përgjigjen në shpejtësi në përgjigje të urave. Haram vallahi. Halal, urdhër, ndales, sa je i shpejt në praktikimin e urdhave dhe në largimin nga ndalesat e Zotit xhallahu ala, po aq do të jesh i shpejt edhe në urën e siratit. Kjo çështje që ka shumë serioze. Vallahi. O pasha madhnin e Allah do të vjen ai moment që ura siratit është më e hollë se 100 me floku, ndër në hijen e saj do të jetë pejgamberi Allahut, o Zot shpëto se kush rëshjet në të vaj halli për atë. Andaj do të ketë prej tyre që do ta kalojnë urën e siratit si drita, e dikush si një kalorës i shpejt, e gjitha pse varësisht për shpejtësisë që e kanë bërë në rrugën e Zotit të Madh te bareke ve teala në jetën e kësaj dunjaje. Andaj pra këtë realitet të madh e kishte kuptuar pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç ka në transmetime, që për duajave dhe lutjeve të tij ishte Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, o Allah, o rrotulluesi zemrave, na i ruaj zemrat tona në fen tënd, ja rabbel alamin. O vallahu im, e që ke frikë për devimin tonë. Në qoftë se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam që ka lutur për veten e tij që Allahu t'ia përforcon zemrën, po unë edhe ti. Andaj kur pyesin njerëzit pse ve filani, pse ve njerëzit po devijojnë, për arsye se nuk e kanë pas lutur Allahun subhanahu wa taala për përqendrueshmëri në fenë e Zotit xhelle wa ala. Kurse Sufjan al-Thauri radiallahu taala anhu në këtë kontekst thonte, apo më falni, kur erdhi momenti i fundit i jetës, e pan duke qajt, edhe i than, o imam, e të khafu ala nefsi këtë dhunub, o imam, a ke frikë për veten tënde mëkate dhe gjunahet? Tha, wallahi, çështja e mëkateve është shumë e lehtë, por kam frikë, wallahi, mos ma merr Zoti imani në momentin e fundit. La ilaha illallah. Andaj frika më e madhe, vëllezërit e mi, në momentet e fundit është mos na i merr Allahu te bareke ve teala imanin, ja rabbel alamin. Kjo ishte diçka për vlerën e dijes dhe për vlerën e qëndrueshmërisë në fenë e Zotit subhane, kurse për fundi inshallah taala pak minuta me lenin Allahu do të flasim për rolin e dijes në qëndrueshmërinë në fenë e Allahut subhane wa taala. O ju vëllezërit e mi, dija në realitet kur flasim për diturim fal, çka kemi për qëllim? E kemi për qëllim fjalën e Zotit xhelle wala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta janë ushqimi i shpirtit dhe ndikimi i tyre në qëndrueshmëri. Allahu xhelle wala thot në Kur'an, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida. Allahu xhelle wala po na tregon ju vëllazër se pabesimtarët ju drejtuan pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe sigur i thonë atij, pse Kur'ani ti të zbret pjesë. Pra nuk i zbriti pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam Kur'ani gjumleten wahide, pra një pjesë komplet, si që i zbriti Taurati, Musa alayhi wasallam dhe të tjerë për librave para nesh. Pra pa besimtarët thanë, po përderisa ty je vëllau i pejgamberëve që kanë qenë para teje, pse edhe ty nuk të zbriti Kur'ani si që ju zbriti pejgamberëve që ishin para teje? Allahu te bareke ve teala tregon hikmetin, e tregon urtësinë e madhe, sepse Kur'ani për 23 vite me radhë zbriti ngadal. Thot Allahu, kedhalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Ne ta zbritëm Kur'anin pjesërisht o Muhammed me qëllim që të ta përforcojmë zemrën tënde. Pra shihni ju vëllezërit e mi, ndikimi i dijes fetare, i fjalës së Zotit xhallahu ala në përforcimin e zemrës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, flasin në zemrën e ndonjëri prej nesh. Andaj Allahu te bareke ve teala këtë libër e ka bërë ushqim, i cili ushqen imanin, e ushqen zemrën dhe e përforcon atë. Allahu subhanahu wa taala thot, innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtar të vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu dridhen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu, shefni sa e bukur është. Zadatuhum imana, dhe kur atyre u recitohen ajetet e Allahu, pra dija fetare. Dhe kur atyre u recitohen ajetet e Allahu xhallahu ala, atyre ju shtohet imani dhe u përforcohet imani. Andaj o vëllahu im, në qoftë se më kishe pyetur o hoxh, a di me një libër që për ta lexuar të ma zbutën zemrën, të më ndihmon në vazhdimsi në rrugën e Zotit subhanehu dhe qëndresën fenë e Allahut, po e di një libër vëllahu im. E di kush është ai? Kurani. Nuk ka libër që ta përforcon zemrën më mirë se fjala e Zotit xhallahu ala.
Kedhalik, Allahu xhallahu ala i vllazë dhe me një pjesë të këtij libri e ka bërë ngjarje dhe histori të pejgamberëve. Thot Allahu subhanahu: "Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Allahu akbar. Thot Allahu, dhe çdo ngjarje prej ngjarjeve dhe historive të pejgamberëve para jush, ne po ti paraqesim ty o Muhammed vetëm që të ta forcojmë zemrën. Andaj shumica e ngjarjeve pejgamberike, siç ishte ngjarja kujt? E Jusufit alayhis salam, zbriti në Mekë, se kishte nevojë zemra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për një lloj flladi, për një lloj melhemi, për një lloj qëndrese. Andaj edhe ditën e çlirimit të Mekës, pejgamberi Allahut e kujtoi ngjarjen e Jusufit dhe ju tha banorëve të Mekës: sot ju them juve, ashtu siç ju tha Jusufi vëllezërve të tij, domethënë la tathriba aleikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Ska për sot ju në çmime dhe për buzje, Allahu ju falt dhe ju mëshiroft. Allahu ekber, pejgamberin ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ju vëllezër e mi, vallahi billahi, kush është i sprovuar me sëmundje, e lexon ngjarje se dituria fetare, e lexon ngjarjen e Ejubit alayhis salam, ose melhem pashallahu, një qëndres, nuk e dorëzon njeriu, nuk thot ku më gjet Zoti, pse më gjet Zoti, pse më goditi Allahu mua, po ç'është kjo sprovë kështu, unë s'u duroj e kështu. Jo më vëlla, duro, se para teje kanë duru ata që kanë qenë pejgamberët e Zotit. Nëse Allahu xhallahu ala të ka sprovuar me bukuri dhe me hijeshi dhe djaliri dhe para vetes po të rrethojnë kënaqësitë e kësaj dunjaje, bon sabër vallahu, siç bëri sabër Jusufi alayhi salatu wassalam, dhe të ngjajshme për atyre historive. Thotë ju vëllezër e mi, fjala e Zotit xhallahu ala është më thënë shkak i përqendrimit në fenë Allahu xhallahu ala në momentet më të mëdha të fitneve dhe belajave. Thot Allahu xhallahu ala, apo më falni, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira." Dhe kush prej jush do të jeton pas meje, do të shef devijime të shumta. Do të shef fitne, do të shef probleme në umetin islam. Ky thot se ne jemi në hak, ata të tjerë thonë ne jemi në hak. Çfarë zgjidhja e qëndrimit, o i dërguari Allah, ku të kapem jo pejgamberi i Zotit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Aleikum bis sunnati." Kapuni për sunetin tim. Pra kapuni për litarin e Allahu xhallahu ala, që është dia fetare. Andaj një dituria fetare, vëllezër, ti përmirëson konceptet, ti përmirëson qasjet, të mundson për ta kuptuar cili është realiteti i Islamit. Çka kërkon Islami prej neje? O vëllahu im, shumica njerëzve vallahi nuk e di se çka kërkon Islami prej atij. Për këtë arsye e përmirëson ndoshta raportin me namazi, e prish raportin me prindërit, astaghfirullah. E përmirëson ndoshta raportin me këtë, e prish raportin me medajen, edhe me miqen, edhe me hallën, e gjitha në emër të Islamit, Allah na ruaj. E prish shoqërinë vllazërore që ka pas me një vëlla, ndoshta 20 vjet e ka pas shok. Si udhzon të ti prishën? Edhe atë prishën në emër të Islamit, duke thënë ti bidatçi, ti e filan, ti kështu me. Udhu billahi ladhin. Andaj dia fetare pra ti përmirëson konceptet, ti përmirëson qasjet, e kupton robi se çka kërkon Allahu te bareke ve teala prej tij dhe ngjajshme si ajo. Për së fundi inshallah teala i kam dëshirë që t'i cek disa ngjarje të parëve tonë radhiyallahu teala anhum në gjurmët apo ndikimi i librit të Allahut dhe i dijes fetare, o vëllezërit e mi, në përforcimin e fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhukira min ba'd as-salihin annahu lamma ihtadir talab al-mushaf faj'ala yaqra qawl Allah jalla wa ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Pra tregohet për dikën prej të parëve tonë, o vëllazën, njerëz o vëllazën që kanë qenë të lidhur për fjalën e krijuesit. Pasha madhninë Allah, e di shkon frikun për vete, se mos vallë në momente e fundit dhëmi, një ma telefonin. A keni pa kur ndodhën një tërmet, dhe më ka ndodhë personalisht, ndodhë një tërmet në vendet tona, dhe njerëzit me njerë marrin telefonin për t'ju shkryt familjarëve. A e pa e? A e ndjeve? Ishte 5 ball, ishte 6 ball, asnjëri nuk i shkon më merap des falmën një direqat për Allah subhanahu wa taala. Për emër se edhe kush nuk e ka ndje ka që në kohën e gjumit. Elhamdulillah. Kush e ka ndje, e ka ndje. Përdesa nuk ndodhi diçka e madhe. Ne ju vëllezërit e mi në belaje dhe në sprova më të mëdha në jetë, ndoshta i kthehemi me njerë telefonëve, i kthehemi kontaktit me njerëzit, kërkojmë ndihmë për njerëzve kështu me radhë. Shihni të parët tonë radhiyallahu anhum, kur erdhi vdekja këtij personi, e kërkoi Kur'anin, librin e Allahut xhallahu ala. Nuk është çudi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë njeriu do të vdesë ashtu siç ka jetuar. Derisa arriti tek ajeti Allahu xhallahu ala ku thot wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të vjen bindja. Bindja është vdekja.
Dhe filloi të buzëqeshën dhe tha qad ja'ana al-yaqin, na ka ardhur bindja dhe në këtë gjendje ndroi jetë radiyallahu ta'ala anhu. وكان أحد السلف متعلق بالقرآن فلما حضرته الوفاة ووصل إلى قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم قال وهو متبسم سلام سلام ثم مات. Tregohet për gjithashtu për njëri prej të parëve ton, derisa ishte në momentet e fundit të jetës e kërkoi Kur'anin dhe ishte duke lexuar sura Yasin. Dhe surja Yasin, vallahi sura e bereqetshme, pashallah, është qetësim dhe melhem për shpirtat e njerëzve veçanërisht në momentet e vdekjes. Dhe derisa ishte duke lexuar, arriti tek ajeti Allahu xhallahu ala ku thot selamun qawlan min rabbir rahim. Ata do të kenë selam, fjalë e cila do të jetë përshëndetje prej Zotit të urtë dhe të dijshëm dhe të mëshirshëm te bareke ve teala, vetëm se filloi të thot selam, 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 filloi të buzëqeshte dhe ja dha emanetin Allahu xhallahu ala. Selami Allahu xhallahu ala që mbi ju, vëllazër. Zoti xhallahu ala ju ruaj dhe mëshiroftë. Lutë Allahun subhanahu wa taala në përqendrueshmëri në fenë e Zotit xhallahu ala. O ju vëllazërit e mi, wallahi motivi është informatat janë, ligjëratat e hoxhallarëve janë, është vetëm gatishmëria. Imagjinoni Allahu xhallahu ala bile para se të jep motiv pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i tha do të jesh i gatshëm. Gjën e parë i tha o ti mbulor, çau. Ku? Çau. Kum? Për ku, ja rob, kum i lejle, ila kali, qohu, pra gatishmëri, do të kesh gatishmëri, pra ju vëllezër e mi po i them, a jemi be të gatshëm që këto fjalë të cilat i dëgjojmë dhe të cilat do t'i dëgjojmë për hoxhës, por edhe të tjera që i dëgjojmë për informata, a jemi të gatshëm të përmirësohemi, a jemi të gatshëm që vërtet ta shpëtojmë qafën tonë ditën kur të dalim para madhërisë së Allahut subhanahu wa taala, qofshim të tillë ya rabbel alamin. O Allah, të lutem embrat e bukura, cilësitë e larta, ja dhe xhelali ul ikram, të lutemi ya Rabb shpërblej këtë vllazën për këtë dëgjim të mirë. O Allah, të lutemi ne prindërët tonë dhe prindërit e prindërve na fal dhe na mëshiron, na përforcon në fjalën e fortë në natën e varrit kur na pyesin me lagjë kush është Zoti, kush është feja dhe kush është pejgamberi yt. O Allah, të lutem na përforco ditën e Kiametit, këmbët në urën e Siratit, ja dhe xhelali ul ikram. E për së fundi, lutë Allahun xhallahu ala që t'i shpërblen gjithë vllaznit, duke filluar nga kryetari i xhamisë, pastaj edhe të tjerët nga bordi i xhamisë, që më përzgjodhen që të jem në mesin e juaj në këto fjalime dhe këto mësime. Lutë Allahun xhallahu ala që ata ti falenderon, ti të mirënjohës ndaj tyre. Dhe Allahu xhallahu ala është i tillë subhanahu wa taala. Zoti prej emrave të tij e ka ash-shakur, mirënjohës xhallahu ala. Zoti varujt fëmijët dhe varujt gjenezën dhe pasardhësit e juaj, ja dhe xhelali ul ikram. Allahu ju shpërblet. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.